Ja, Zërgjiu. Te ju është dëgjuar ky lajm? Se Trumpi nuk ka lejuar të goditet Khomeini. Këtë lajm e ka transmetuar CNN-i, BBC-a, burimi është nga Reuters, është lajm i besueshëm. Dhe ka dalë nga Departamenti i Shtetit Amerikan, dhe arsyeja pse Trump nuk ka lejuar Izraelin të vrasë Khamenein është e thjeshtë. Arsyeja pse Irani nuk zhvillon bombën atomike, që unë mendoj është një gabim shumë i madh. Unë po tisha në rastin e Khameneit, unë do ta kisha zhvilluar bombën. Po, sepse Netanyahu është një qenë i tërbuar. Mund të jesh në këtë detyrë me këtë mendim që ke se s'të zgjedh njeri. Dhe e di s'më zgjedh njeri. Po pra, se të zhvillosh bombën. Po i vjedhin patronazhistët botat në Shqipëri. Dhe puna është në Shqipëri thash i vjedhin patronazhistat botat, nuk më zgjedh njeri mua. Tani të dalin dhe se po bëjsha... Për ndryshe të ishe do me thënë ti do ishe zgjedhur, po të mos ishe... Po. Tani dalin të Khamenei. Disa njërës kanë mendimin këtu që mund të zgjidhen. Tani dalim të Trumpi dhe Khamenei. Arsye pse Trumpi e ka refuzuar vrasjen e Khamenei, është se Khamenei është arsyeja pse Irani nuk ka bombën nukleare. Se ti po e bën dhe Khomeini tani agent të Amerikanëve. Po nuk është agent, është se për të i nuk e bën bombën, do thotë është agent amerikan. Jo, ndoshta Trumpit i intereson të ketë regjim. Te mund, mendoj unë për shembull. Në vitin 2003, Imam Ali Khamenei ka nxjerrë një fetva, që është verdikt fetar, ku ai e ka bërë haram zhvillimin e bombës atomike, sepse sipas filozofisë islamike të Khameneit, po, përdorimi i bombës atomike është krim kundër njerëzimit dhe është i dënueshëm nga Kurani, dhe për këtë arsye ai ka ndaluar përdorimin dhe prodhimin e bombës. Irani mund ta prodhojë bombën atomike sepse ka të gjithë teknologjinë. Irani me Korenë e Veriut dhe me Libin, të tre këto vende e zhvilluan programin e tyre nuklear në vitet 2000 dhe ju dha programi nuklear ju dha nga Pakistani, nga babai i bombës atomike Ayub Khani, dhe Khamenei ka dhënë fetva sepse thotë këto janë armë të shkatrimit të mas, dhe në qoftë se këto përdoren vriten njerëz të pafajshëm. Por unë mendoj që Khamenei është gabim, sepse në qoftë se Irani do e kishte bombën atomike, Izraeli dhe Amerika nuk do ta kishin sulmuar. Por në anën tjetër, Izraeli, duke patur bombën atomike, i ka terrorizuar të gjithë vendet islamike dhe i mban në dhunë, dhe në librin Fighting Terrorism, që Netanyahu ka shkruar në vitin 1995, ai thotë që ne duhet t'i luftojmë vendet islamike dhe mos t'i lejojmë ato që të zhvillojnë bombën, se në qoftë se ato zhvillojnë bombën, ne nuk mund t'i mundim ato. Dhe ata do thonë që ndihma e Allahut erdhi. Vendim për të gjithë pjesëmarrësit të ftuarit, përgjigjja nuk do të jetë më shumë se 1 minutë, maksimumi 1 minutë e 30 sekonda. Me që jemi bashkë, do të kaloj profesorin për ta pyetur për këtë pyetje, për pse Trumpi nuk dha lej për vrasjen e Khomeinit, por me që jemi bashkë... Khamenei, jo Khomeini. Khomeini ka vdekur një të... Khamenei, po një lloj janë ata, Khamenei, një lloj i kanë emra. Çfarë roli kanë vendet e tjera arabe të rajonit tani? Dua të më thuash për 1 minutë. Çfarë roli kanë vendet e tjera, apo thjesht janë spektator? Çfarë? Filan vend këtë që bëjmë këtu? Vendet e tjera arabe të rajonit janë të gjitha me Iranin. Arabia Saudite, Katari, Emiratet Arabe, të gjitha kanë dalë me deklarat ku kanë denoncuar agresionin e Izraelit, por politikisht ato nuk mund të ndërhyjnë në konflikt, nga që kanë frikë sepse e dinë që nëse ato do të ndërhyjnë në konflikt, Izraeli dhe amerikanët do t'i kthejnë në efokën e gurit. Por vendet arabe e dinë se në momentin e parë që do të bjerë Irani, Benjamin Netanyahu me ekstremistët qifut që ai ka në qeveri... Ta heqim të fjalën qifut të themi ebrej, si ndoshta e thua me kuptimin pejorativ, por nuk përdoret
në botën civile, unë përdor termin e Robert Zvarsit, përkthyesit më të shuar Qifut në Shqipëri, I cili në librin Qifut ka e Toledos, popullin e tij e quajnë Qifut. Po, nuk ka një kuptim pejorativ. E brejtë, nuk na pengon. Jo. Mirë, përdore, dakor. Jo, më falë, unë ndjek Qifutin më të shuar të Shqipërisë, Robert Zvarsin. Në qoftë se ai I urren veten e tij, edhe unë s'kam çfarë t'i bëj. Dhe dua të them këtë, që vendet arabe janë të shqetësuar. Urrejtja që mund të kemi për një njeri, për një popull, për një komp, po nuk është pejorativ. Mund të shkojmë deri atje sa të përdorim fjalët pejorative. Ti e di tani, me vendimet e tua I merr koka tende, kupton? Nuk I marr unë. Mund të përdorim fjalën hebrej. Jo, po është historikisht gabim, se nuk janë hebrej ata. Atëre ka mund gabime. Nuk janë hebrej. Ndërsa Qifutët janë... Çdo të thot ky konflikt për rajonin, sipas jush, 1 minutë orsi, a mund të përshkatëzohet apo zgjerohet ai? Për rajonin njërë? Tani, në qoftë se ndjekim deklaratat e ministrave ekstremist Benjamin Netanyahu, sikur Bezalel Smotrich dhe Ben Gvir, ata thonë hapur që ne duhet të krijojmë Izraelin e madh, që do të thotë që Izraeli pasi ta mundi Iranin, dhe arsyeja pse vendet arabe kanë dalë me deklarat kundër bombardimit, është e vërtet që ato nuk e duan Iranin, nga që Irani është demokrati dhe republik, nuk është diktaturë, dhe prandaj ato nuk e duan. Tani unë mund të rri me ju deri nesër në sabat dhe të argumentoj që Irani është demokrati dhe ju do ta refuzoni, po nuk I hym këtij debati. Por vendet arabe që kanë denoncuar ndërhyrjen e Izraelit në Iran, nuk është se duan Iranin, por ata e dinë që po ra Irani, më pas Izraeli do të shkatroj vendet fqinje arabe. Dhe në këto momente që ne flasim... A mund të përshkatëzohet kjo luftë? Tani, ne do shohim se si do mbyllet lufta. Opsioni I parë është që në qoftë se Trumpi do ndërhy, do kemi armë pushim dhe kjo do jetë arritje më e mirë. Opsioni I dytë në këto momente që ne po flasim, Izraeli ka mbyllur kamerat e Al Jazeerës, BBC-s dhe mediave ndërkombëtare, nga që Irani është duke e bërë shosh portin e Haifës me raketa, dhe në qoftë se Irani do të shkaktojë dëme që Izraeli nuk e përballon dot, Netanyahu mund të përdori bombën atomike, dhe izraelitët e kanë pjesë të doktrinës së tyre që quhet doktrina e Samsonit, dhe ata do të përdorin bombën atomike, ku do të vrasin me miliona iranian dhe më pas. Se Netanyahu e pyet Donald Trumpin ta vras udhëheqësin iranian dhe nuk e pyet ta përdor bombën bërthamore apo jo? Ajo është pyetje shumë e mirë që unë nuk di se si ti përgjigjem, por është në doktrinën izraelite. Domethënë, kush të doj mund të lexojë për shembull se si Golda Meir në 1973 kishte planifikuar që të bombardonte Kairo. Dhe izraelitët besojnë në teorinë biblike të Armagedonit, ku ata besojnë që përpara se Zoti të zbresi Meshian, se ata nuk e pranojnë Jezu Krishtin si Mesia, prandaj si Kisha Katolike si Islami I quan popull I mallkuar, se ata besojnë që në mënyrë që Zoti t'i fali Qifutët dhe të zbresi Meshian, ata duhet të mposhtin Ishmailitët, që quhen muslimanët, se ne rrjedhim nga Ismaili, dhe për këtë arsye e kemi edhe festën e Kurban Bajramit, se Ismaili ishte djali nga gruaja e dytë e Ibrahimit, nga Haxhireja, dhe ata besojnë që përpara në fundit të kohës ata do t'i zhdukin Ishmailitët dhe judaizmi do triumfojë. Dhe në qoftë se ata e mundin Iranin, pastaj plani është që ata do të pushtojnë Jordanin, sikur kanë pushtuar pjesë të Sirisë, por do të pushtojnë akoma më shumë, do pushtojnë Egjiptin dhe Irakun dhe Arabinë Saudite, dhe më kryesorja do të shkatrojnë Xhamin Aksa dhe do ndërtojnë tempullin e... Do nuk bëka Izraeli fuqia më e madhe e botës. Është ja marrë dhe Amerikë. Po, dhe mund ta shohësh edhe në universitet. Jordania është një vend që shkon shumë me Izraelin, madje është administratorja e qytetit të shenjtë. Me Jordanin thotë Abilika s'ka lidhje sepse shkojnë shumë me njëri tjetrin.
Atëherë, edhe me Arabin Saudite s'ka konflikt. Nëse ka një fuqi regionale që mund ta konkurrojë Izraelin me Turqia, nuk është as Irani. Më fal, unë zotit Abileka i sugjeroj të hynë në faqen e Ministrisë Jashtme të Jordanisë, ku pasi Izraeli pushtoi territore në Siri, Ministria e Jashtme e Izraelit botoi një hartë të Izraelit biblik, ku Jordania tregohej pjesë e mbretërisë së Judea dhe nuk ka rëndësia, është bisedë shumë e gjatë, po për ndryshe ministri Belazel Smotrich i Netanyahut ka deklaruar që Jordania nuk duhet të ekzistojë si shtet, pasi ajo është pjesë e mandatit të Palestinës, dhe ata akuzojnë Winston Churchillin për krimin e Jordanisë, se Jordania u krijua si buffer state dhe dihet që mbreti Abdullah është nipi i tradhtarit Sherif Hussein, i cili tradhtoi Osmanët dhe u bë me Laurentin e Arabisë. Dhe aty të ty tani po gëzinë dhe këtu jemi në orë që popullata fle, orsi. Linjës mesme. Jo më kot pas luftës së Stardite, ose këtu e Jordania që të administron të qytetin e shenjtë. Nuk është më kot, sepse ka mbështetjen e gjithë perëndimit. Zoti Abilekaj, bregu perëndimor, Zoti Abilekaj, bregu perëndimor, deri në 67-ën ka qenë tokë jordaneze. Dhe Xhamia Aksa ka qenë tokë jordaneze. Pra Izraeli ka qenë administrimin jordanez derisa filloi lufta e 7 tetorit 2023. Pyetja e parafundit. Do kalojmë. Pyetja e parafundit. Okej, plot në arabe, dakord, përshkallëzove ti, më thënë edhe një luft që më ndodh aty, po për botën, a ka realisht shqetësim për luftë bërthamore? Ka një shqetësim shumë të madh, sepse në qoftë se do të hidhen bomba bërthamore në Iran, përveç vrasjes, do të kemi edhe një ndotje nukleare të gjithë lindjes mesme dhe do dalin deri në MSD. Nga vendet më të shqetësuara këtu janë Rusia, por në anën tjetër duhet kujtojmë edhe qeveritë evropiane, që nga Franca, te Spanja e të tjerë, të cilat në kundërshtim me ministrin grek minoritar të jashtëm që ne kemi Igli Hasanin, i cili po mbështet Izraelin në agresionin e tij kundër palestinezëve dhe kundër iranianëve, qeveritë e Evropës janë të shqetësuara dhe po kërkojnë për izolimin e Izraelit, për ndërmarrjen e masave kundër qeverisë Izraelit. Në anën tjetër kemi gjykatën ndërkombëtare penale e cila ka lëshuar urdhër arresti për kriminalin e luftës Benjamin Netanyahu, dhe shqetësimi nuk është vetëm me Iranin, por shqetësimi më i madh që ne duhet kemi në këto momente është holokausti që po bëhet në Gaza, ku Shqipëria për turpin e shqiptarëve po përsërit gabimet e kohës regjimit fashist Mehdi Frashërit, kur Shqipëria u bë aleate me Gestapon dhe me Hitlerin, po se ka qenë kryeministri i qeverisë fashiste Quisling. Po, dhe në kohën kur shqiptarët me divizionin SS Skënderbej arrestonin Çikutët dhe i çonin nëpër kampet të përqendrimit, Edi Rama sot është kthyer në një shëfqet bërlat. E fundi që mos mbaj më tepër se aty është duke gdhirë, çfarë ndikimi kanë patur këto sulme mbi çmimin e naftës dhe në ekonominë globale? 1 minutë vetëm. Edhe kaloj edhe në një pyetje te miqtë e mi të ftuarit tu dhe e mbyllim. Deri tani çmimet janë rritur, por janë rritur fakt. Megjithatë, Irani ka njoftuar se nëse sulmet e Izraelit dhe Amerika do ndërhyjnë luftë, Irani do të mbylli kanalin e Hormuzit, ku kalon 30% e naftës botërore. Si quhet ky kanal, po se lexova? Ngushtica e Hormuzit. Ngushtica që na kushton dhe ne shumë. Dhe kjo do të sjellë që Shefqet Kastrati çmimin e naftës nga 1700 lekë që mund ta keni ju, do ta çojë në 5000 lekë, se do thotë s'kam çfarë të bëj se u ngrit nafta në bursë, por në qoftë se Irani me të vërtet mbyll kanalin e Hormuzit, atëherë do të bëhet qameti, se do ngrihen çmimet e naftës, çmimi i gazit. Mund të mos bëhet orësit e qameti, se këtu kanë, se tim ndoshta ke kohë s'ka ardhur, kanë bërë të gjithë nga 2-3 makina, dhe sikur të vinte edhe pak kohë 5000 lekë, kjo nuk ishte keq. Të mbylleshin një pjesë e mirë makinave, shpëtonim nga mushkrit.
Shpresa e vetme tek ju në Shqipëri do të ishte nëse Arlind Qori bëhet kryeministër dhe sillet si Ayatullah Khomeini, nacionalizon naftën e Marinzës dhe ja jep naftën e Marinzës që e vjedhin bankierët zionistë të Bankers Petroleum. Domethënë Arlind Qori duhet i mund ta kthej këtë naftën tonë për veten tonë, ta mbajmë për vete. Dhe të mos marrim naftë nga kanali si quhet ky? Hormuzit. Të mos marrim naftë nga kanali Hormuzit. Arlind Qori është sikur Enver Hoxha. Të falenderoj Orsi, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi që folëm bashkë të gjitha. Mendime të kundërta, se nëse s'ka diversitet, me mendime të ndryshme, diversiteti e zhvillon këtë botë, ndonjëherë ty dhe nuk të duan, nuk të pëlqejnë të gjithë tonë, pse e merrni atë e gjithë. Po ne jemi në punë tonë, ne pyesim të gjithë njerëzit. Ma ne kënd botës, të botës tonë shqiptare dhe po dhe të huaj, dhe bëjmë popullata pastaj i jep vendimet e veta. Dëgjoj ty, dëgjon dhe këta këtu tjerë, dhe gjithë dhe, thot bën konkluzionet e veta.